Audio incizim, i prem, i sakatum, nuk ka birë nane që më shanta zhënë mu. Pruna kushton miliona euro, nuk kena volë për miliona euro për përfitime personale. Në audio incizim prejet fjalimi im se unë flasë për 4.000 metra mbi ndërtim, pra dhe mungojnë fjallë tjera që e thamë me leqë që është një katë mbi ndërtim me leje. Pasha besen si ta kry, në thonë në gjykat, ka me hi bager, rash me tukë, me bu. Mbrem ka dalë një audio incizim, i prem, i sakatum, nga autori ose nga botusi i saj që ka të baj me kitë pronë këtë prej një tere 32 ari apo 13.200 metra katror. Dhe ka të baj kryesisht për kitë zonën të ku është e uzurpuar dhe kanë provu ta përdorin si shantazh ndaj meje. Dhe unë ja baj me dije, jo vetëm këtyne, po kujdo qoftë se nuk ka birë nane që më shanta zhënë mu. Në takimin me 4 ish asamblestë, ku 3 prej tyre sot janë në listën e PDK-s, një është në listën time dhe një nuk ka konkuru fare, është bo bised dhe është kërku nga unë që këtë pjesë uzurpatorit t'ja jepi në shfrytëzim për 99 vjetë. Unë i këmë thonë që nuk muj me dhonë një pronë dhetari në zemër të pronës komunale dikuj sepse e pengoj zhvillimin e krejtë kësaj prone që i kemi këtë. Dhe kemi fillu me bisedu, ju këmë thonë, qovë se ju dëni me investu, mund të investoni, doni bashkë, apo ta gjoni në i kompani, e cila ka mundësi financiare me zhvillu, dhe unë ja u kryaj kushtet me konkuru, në konkurim të lirë me 27% të interesit për komunën dhe kemi bisedu gjatë. Kjo parcelë i ka 13.200 metra dhe na këna volë shumë për miliona euro, sepse pruna kushton miliona euro, nuk këna volë për miliona euro për përfitime personale, sepse edhe në audio incizim nuk e gjoni askun se unë këmë kërku diçka për veti, po vetëm për qytetarët të Trenosit, sepse unë e mbroj pronën publike me fanatizm. 4.500 metra katror, që dhe të dojë të shtoj një katë me tepër mbi ndërtim, me një ndërtimi konform ligjit, sepse në audio incizim prejet fjalimi im se unë flasë për 4.000 metra mbi ndërtim, pra dhe mungojnë fjallë tjera që e thamë me leqë që është një katë mbi ndërtim me leje. Ligji numër 06 LV 092 për dhënje në shfrytëzim dhe kembim pronës palishme të komunës, 9.10 paragrafi 2 thëtë, kryetari komunës ka të drejtë, pa zhvillu procedurat paraprake të negocoj ofertat e paraqitura nga palët e interesuara dhe të paraqet propozimin final për dhënje në shfrytëzim të pronës palishme të komunës për mëratim përfundimtar kuvendin e komunës. Pra, çka do që kina bo ma vetë na, do të binte nuj, nëse nuk do të aqenim në kuvend të komunës për miratim dhe kuvend i komunës kish mujt me e
refuzu ose me e votu. Kështu që qëllimi i audiencizimit nuk është sepse askund nuk vërtetohet se kena shkel ligj, nuk vërtetohet se kena lyp interes për veti, se ai që i kanë qizu, ka mendu që ka vepër penale, se unë kom bo vepër penale, do dohej ta dërzonte pranë organeve të sigurisë. Po ai e ka mojt për me shantazhu, me mujt tërë qytetarëve dënosit, ja u kalëshu të veshi, në gjënë Ramizin, tu bol e kina ndorë dhe ai nuk u zëmë në arzu objektin. Pasha besen si ta kry, në me thonë në gjykat, ka me hi bager rash me tokë, me bo sepse prona e publike është pronën shajt për mu dhe dhe të mbroj me çdo kusht. Nuk besoj si ka me mujt mja mbrojt Abelard Tahiri, i cili lëshoj që krejt këto manifestimet që në bon gjykata vonesat për cilat do të inicoj rast, nuk ka me mujt me mbrojt as Abelardi, as kusht tjetër.